do shkojmë në kamping të dy me Emren. This is very scary. Ne yapıyorsun? Maçë vogël. E po mirë bre, sa ushtriva. Ah, sa bukura. Beja tek. Përshëndetje dhe mirë se u rikthyeet në një tjetër video të kanalit tim. Do mundohem që t'i bëj këto introt më të shkurtra, pavarësisht se jam mësuar që ta vazhdoj dhe sa them Daniel's Channel. Po gjithsesi më duket sikur ju lodh pak kjo introja. Më shkruani në komente, doni që ta them gjithë intron si gjithmonë apo ta shkurtoj pak si e keni më mirë. Tani është ora 4:10 dhe ne për 2 orë do nisemi për udhëtim. Jam shumë lumtur sepse do shkojmë në Gjipe, do shkojmë në kamping të dy me Emren. Emreja ka shkuar përpara se të më njihte mua dhe i ka lënë bresa të mira vendi dhe më ka ngrënë veshët gjithë kohën që jemi bashk. Dua të shkojmë aty bashk, dua të shkojmë të shkojmë të dy, është vend i bukur, dua të çoj në një vend që më ka pëlqyer shumë, e kështu me radhë dhe më në fund u bë kismet që të shkojmë. Kemi rezervuar, morëm me telefon atë të kampingut, kemi rezervuar për 2 net, sot që është e premte edhe nese që është e shtunë dhe të kismet të diel në mëngjes do nisemi prapë për të kthyer në Tiranë. Kështu që do bëjmë gati rrobat bashk, gjërat që do marrim. Unë në fakt po mendoja të merrja dhe jashtëk tan për të jetur rehat, por personi që fola në telefon më tha që nga vendi që parkohet makina deri te kampingu është 20-25 minuta në këmbë. Edhe 20-25 minuta në këmbë të mbaj nga njëra anë jasteku, nga njëra anë çantën, më tuk shumë. Gjithsesi, po marr çantkën që do fut kremrat, vajin e nxirjes, do fut këtë body mistin, do fut edhe këtë kremin pas nxirjes. Tu jemi okay, jemi all set. Dhe tu do marr peshirat te kjo çanta, që jo të kam treguar. Peshirat e plazhit. Do duhem dhe rrobat e banjës, s'di si të bëjmë, të marr këtë çantë apo të marr këtë. Do të thënë kjo është më e bukur për të bërë ndonjë foto të bukur, kurse kjo është më komode. Duket sikur mban më shumë gjëra. Jo më duket, po mban më shumë gjëra. Se ditë shikojmë pastaj marrë dhe të dyja. Peshirat janë njëri tjetrin ku e kemi, do e kemi për të hekurosur, se kam hekurosur akoma. Marrim larsin e fytyrës, serumin e mëngjesit, kremin under eyes, hidratuesin që po mbaron, edhe SPF-n, antidjersën, krehërin. Duhet të marr edhe maskerinat, po nuk po e marr fare se 2 ditë janë që do ikim. Këto të kokës edhe të duarve, burqën e dhëmbëve, timen, burqën e Emres, që unë i kam marr një të ngjashme, si kjo, po nuk e di se për dreshin e kam plasur, nuk e mbaj mend. Kështu që po ja vendos të kjo e vogla. Edhe kalinotin, tampona, sepse unë jam në ditën e 2 sot të periodave, kështu që duhen marrë edhe këto. Do marrë edhe piceta për natën, më të mëdhat që kam, 360 këto, që janë 360 mililitra do thosha. Kjo firma, Fasel, më duket se shqiptohet, është një nga firmat më të mira që kam provuar për peceta higjienike. Kam marrë të gjitha madhësit, si që shikoni këtu, ka madhësin në milimetër, 230, 360, 320, 275, ta kam marrë edhe 320. I bera lemsh. Nëse i kam marrë të gjitha madhësit për t'i patur, dhe janë shumë të buta, nuk më ka shkaktuar asnjë lloj parehatie, nuk më ka shkaktuar asnjë alergji, as kruarje, domethënë asgjë. I sugjeroj, jemi që jemi domethënë. Kam nxjerr të gjitha rrobat e banjës këtu, edhe jam shumë në mëdyshje se çfarë të marr, duke qenë edhe se jam në gjendjen që jam, edhe nuk mund të vesh çdo gjë, lirshëm. Stres. Plus që nuk kam qenë ndonjë në kamp. Edhe nuk e di fare se si funksionon kampi, nuk e di... Jo për çështjen e rrobave të banjës, po... Çfarë bëhet, çfarë vishet, si rihet, si qyshtek, qofse më kuptoni. Mora 2 shampo të kokës edhe të trupit, dhe i mora në shishe të tilla sepse
Gjithmonë që shkoj në tek, I shikoj ato shishkat e vogla edhe them kam. Dhe në fakt nuk pas kam patur, por kuptova që kur nuk do të kesh shishka të vogla mjaftueshëm për të hedhur lëngje për t'i marrë me vete në produktime. Kështu që duhet marrë sa më shumë. Unë besoj jam gati, robat e mia I bera gati, çantën e këtyre bera gati, tash duhet futem reja robat e veta tek çanta e madhe. Do marr një par sandale, şapka që kam veshur edhe kaq. Nisemi. Duş jeli var ama sadece su veriyor ve soğuk su veriyor. Sıcak su yok. Kampa gidiyoruz. Ky nuk është sport për mua. This is not for me. I want lux. Po. Uğraşma benimle, başını yakarsın. Unë kisha për të bërë ca postime, kështu që ja lash stafetën shofer Emirates. Kemi edhe 1 orë 44 minuta. Domethënë arrim rreth orës 9:45. If you want, we can go half an hour. Ne? If you want, we can go half an hour. No. Po ikën shumë shpejta. Po. Mos ik. Sa I bukur ky dielli. Güzelmiş lan. İlk defa 110'un üzerine çıktı hayatımda. Kisha bërë ta make-up, të kisha bërë ta foto për këtu tani. Ndërkohë ato që nuk e tregova më përpara ishin paketimet me bukë që bëra me vete. Kam marrë 2 Red Bulla, një për Emre, një për vete. Kam marrë turshi. Turshi mu? Evet. Ve kam marrë dhe lazanja me perime. Perime ne? Perime sebze. Güzel ama bu. Edhe mbrapa. Sa I rëndë që ka. Kam marrë një çantë tjetër. Göstereceğim. Me snacks, me pije, me ujë. Jam përgatitur. İşte kuzu geldin dilediğince kapan dizlerine bu kez Po shiko rrugën, mbaj timonin aty. Bak, This is very scary. bak. Ne? Çadırların orada priz var diye hatırlıyorum. Ja. Don't bësh me nerva prapë, I'm getting angry. Ama olmayabilir. Çünkü biz telefonumuzu hep yemek yediğimiz yerde şarj ettik. Aynen. Abi drita dhe gjata me makina. Bu arada kurt falan gelebilir. Ayı gelebilir. Yılan olabilir. Dönelim ha. 3 saat süreceğim. Tamam abartma ya. Sen abartma. Üf. Şükür. Buraya mı? Evet. E di që s'dukemi shumë, por sa po parkuam makinën te një parkim që është këtu lart fare. Stop ja vetë buradan. Zoti ma. Çaj. Un po lutem. Ne yapıyorsun? Do I lutem Zotit që mos ndonjë gjë e keqe, se kemi 20 minuta ose 25 minuta. Mbyll gojën. Që do të zbresim në kamp. Gördün mü? Allah belanı verdi. Sa fare që është. Si marosur ben. Yapma. Yola bak. Zotim az. Ç'është kjo rrugë shu pa drita pa gjë. Marr mendjen e Emresun. Ikim në camping. Camping. 15 dakika böyle yürüyeceğiz bu arada. Üf. 20 minuta më kam. 20 minuta kështu. Ço as na dena hiç më na bën japos. Se s'kam as baterin telefon. Üf. Shikoni gjë juve. Mos e ver më gishtin aty në telefoni se na shpithe. Ha?
mendoni dhe ju se mund të ketë arin këtej ose ujqër ose gjarprin? Se unë deshta të arinë do jeme zemër në dorë. Ja, ma bële, Ali Gjan! Kjo argalis kjo, argëtua. Kurse unë jam boşver zemre. O değil, inerken sıkıntı yok da çıkarken büyük bir sıkıntı, biliyor musun? Hadi ya. Ben böyle şeyler tekrar yapmam. Neden? Penguen gibi yürüyorsun zaten. Gördün mü ışıkları? Oradan mı? Ya. Şaka yapıyorsun aşkım. Nasıl oradan gidebiliriz ya? Çok mu eğlendin sen? Haydi. Evet, kampı gördük, ne düşünüyorsun? Görmedim daha. Ulan geldik. Çok uzak. Çori Mutit. Safrik. Freakın ne demek? Korkunç. Se? Bak. Aa bu ne? Anne. O ne? Ay. O ne? Kedi mi? Kedi galiba. Son bir batarya ibritis. Işığı kapat bakayım. Yo. Kafayı mı yedin sen? Niye? Çıt çıt ne demek? Gittim. Kedi dil. Çıt mı? Kedi dilisi. Çıt mı? Bak geldik. Ay. Satat Pietro. Küçük adım yap lütfen. Tamam. Durayım tamam. Yapma ama aşkım yapma. Salak ya. Salağa bak. Ay geldik çok şükür. Çok şükür geldik. Haydi git, dönme geri, kapanıyor. Erdhëm te çadra jonë. Shikoni si është brenda. I shtruar me dy tresa me zinxhira. Tani do futemi t'i lejmë këto dhe do vëmë të karikojmë direkt telefonat se nuk mundem dot më. E po mirë bre, sa u shtriva mua atje mbi kokën time. Ku më qëllojnë mua këto bre? Këtu që kanë tualetet. Bo, sa ma se paska. Sa ma se paska. Erdhe nga pushtuan. Ai fuck! Lusimër! Kjo ishte dushi. Kjo ishte lavamani. Edhe tualeti. Mace vogël. Kjo ishte çamaşërit. Edhe danja. Did you wash your hands? Jo. Pse? Ne kadar böcek var. Kamp yapıyoruz. İlk ve son defa. kamp Niye? yapıyoruz. Se? Öyle pse. Pse acaba? İnternet aldım.
Bataryeni aldın mı? Bataryanı. Aldım, evet. Bu da sıkıntı. I have to charge my battery too. Çadırda vardı sandım. Erdhëm pak këtu te deti, te bregu. Emreja më tha që herën e kaluar që kishte qenë këtu, herën e parë domethënë, kishte fjetur në shezon gjithë natën. Sa i bukur duket! Po plevit, qarë ftohte! U futëm në çadër tani të flemë, më në fund. Naptën, çoki yaptın, e prishi. Sa bukura. Po, bodo na ndjekin eve këto. The next morning. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Njeri I malit. Ha? Hajde. Bëjmë pak skincare në pikë të mëngjesit, në natyrë. Në kohë që bëj skincare, po ju tregoj pak dhe eksperiencën e dieshme. Jam tharë ftohti, gjithë natën. Edhe nuk pushoja, sot tani si harova të merrja ndonjë gjë me më të gjata. Aq që natë më vjen. Në orën 6 të mëngjesit u ngrita, më vajti mendja që mund të mbulojsha me peshqira. Që më vajti mendja se nuk e di. Plus që filloj dhe pëngoje koha, ama deri në ato pikë frynte një gjithë natën, më kam pyetur fare gjumë. Aq ftohtë ka qenë. Sa në mëngjes u bë furrë aty tenda. Mos harrojmë të pasojmë se këtu t'jek dielli. Duhet të ndrohem. Të vesha botë e banjës. Të ham mëngjesin, që ishte I përfshirë në çmim, edhe të nisëm për nga plasha. Do ham mëngjesin tani. Këto I morëm dje, kur erdhëm. Një pizza. Black. Omelet me? Black. Na I dhanë dje kur erdhëm që bëm pagesën, sepse mëngjesi është I përfshirë në çmim. Edhe na dhanë 4 copë për sot, edhe për nesër mëngjes të diel. Edhe tani do porositim. Edhe dhe mëngjesi. Çatal kullanmayacaksın bu arada. Hadi ya. Kamptayız, doğadayız. Çatal yok. Mos hati me çatal. Odun getir, onunla yiyeceğiz. Aha. Su soğuk. Hadi ya. Deti këtu që ka perl për të qenë. Vetëm se Emreja tha shumë I ftohtë. Ndoshta nga që është mëngjes, se di. Prisk. Isha. Nëse të I ftohtë. Ko shumë I pak. Nuk e di në qoftë se unë nuk dija ta përdorja dushin, po futa bëra një dush trupit me ujë brisk të ftohtë. Edhe bëja atje. Mendoja se do më pushonte zemra. Duhet të pyes, se nuk pyeta. Tani të rim ca të na vesh stomaku në vend dhe pastaj do futemi të bëjmë pasha. Apo jo? Po. Do lahesh ti? Po. Do bësh not? Po. Hyri rosaku im të lajt, hyri. Mos më mba në shuj shumë I ftohtë. Emreja thot hajde, no. Unë jari këtu, pasha. Me edhe një gjumë tani, pas mëngjesit, nga që s'kam fjetur gjithë natën. Shumë nice që nga këtu nice. Po nuk besoj se do kaloja pushime në kamp, si që vinë njerëzit që është plot këtu për shembull, edhe kalojnë ditë të tëra në kamp.
Unë pushimet i dua të çlodhem, nuk i dua të ri të merr laj roba ndej, thaj sill këte njerën e pash kishte marrë karrocë me vete, i kishte futur gjithë rrobat aty, si duket do të qonte për t'i larë. S'jan pushime këto për mua. Koncepti im i pushimeve është shumë ndryshe nga koncepti këtyre. Unë dua të vete, të gatoj dikush tjetër për mua, të më laj të më fshi dikush tjetër, ato janë tamam pushime që mos ta vras me një fare për asnjë lloj gjëje. Se për të la përfshirë, për të la roba, për t'i ndere, për t'i ekurose më të tash, i bëj në shtëpi gjithë ditën. Po mos tani që jam në shtëpi. A punë bëj, nga mëngjesin darkë. Përveç editim filmim, ezi pres të ikim në pushimet verore. Ezi pres. Kjetim një copë gjumë në brekës dhe erdhëm tani të ham brekën me zipres. Jam shumë oritur. Kemi porositur kola. Unë mora pasta al pomodoro. Kurse emreja mori një smash burger. Shikojmë si të jenë kur të vini. Nuk kam pritshmëri shumë të larta të them të drejtën. Vajza që mori porosinta janë shumë të mira për kushtet që jeni, po ja të shohim. Sa po i përlava makaronat, edhe ishin aq të mira. Nuk di në ndonjë vend në Tiranë që mund të kemë bërë makarona kaq të mira. Ose mund të jetë fakti që ne jemi në det isha dhe uritur. Po nuk e besoj se ishin të zjera në masën e duhur, ndjej edhe ajo hudra që unë kam fiksim, e kam qejf shumë. Edhe ishte dhe salca shumë mirë. 10 out of 10. Do të them shumë. Emre? Si ishte burgeri? Mirë. Ha? Mirë, güzel. Mirë? Sadece mirë? Shumë mirë? Të pëlqeu shumë? Emre Beu u fiksua që në orën 3 Beu, Skender Beu gibi mi? Bej, demek. Bej Efendia u fiksua që në orën 3 të drekës me piskun e vapës të na çojë të shikojmë pamjen ande midis këtyre dy maleve, sepse ka qenë këtu herën e kaluar edhe do të vete njëti vend që ka qenë më përpara. Edhe më mori dhe mua me zor, unë i them po doli ndonjë gjarë për disi ta mbrosh veten? Ri, sot azja. Hamo. Nereden gidiyorduk ya? Që me gjeti mua me këta aventurierin tim në piskun e vapës. Edhe i thash Emres, më duhet të marrë atlete prandej? Jo, tha. Dhe unë po iki në përgur, në përshkëmbin me lepitka, me shapka me gisht. I'm listening to the other people behind me. Ama që nga shumë bukur. Sa e ngrohtë. Video më çekiyorsun sen? Mirë, hajde bëjmë foto, çau. İleride çocuğumu sorarsa anne, babamla nasıl tanıştın, niye bu videoyu göster? Ne videoyu? Bu. Tell it to your children. Konuşmayı bilmiyorum ya. Sonradan öğrendi dersin. Tamam. Tani erdhëm në çadër. Pyeta atë zotrin për ujë të nxehtë, nëse ka për dush, edhe më tha mua, jo, tha, shkoj të nxehtë, më tha mua. Kamp burası, kamp. Tash unë Soğuk s'ka su ujë të sadece. nxehtë tash. Vetëm të ftohtë tha. Tash më fal, po panele diellore për çfarë keni? Për elektricitetin.
Më thënë, paneli diellor që mund të përdoret edhe për ngrohje uji, këta e përdorin vetëm për elektricitetin, edhe thonë kështu me mburje të madhe sikur ne jemi dim nga ato majat e malit që kaluan mandej në drek, edhe s'marrin vesh. Nejse. Nuk e di se si do bëj. Unë mëngjes u lava më ujë të ftohtë. Edhe isha do më pushon të zemra. Tani duhet t'i heqin ujë trupit patjetër, po kam frikë. Plus që është bërë një radhë gjatë atje, se tani doli Emreja të vajti të bëj dush, që t'ju them. But anyway, t'ju flas pak për çmimet. Një natë është 15.000 lekë personi, 15.000 të vjetra domethënë. Ne paguam 60.000 lekë për 2 net të 2. Dreka na shkoi 30.000 lekë, që morëm hamburgerin e Emres, makaronat, 2 Coca-Cola edhe frutat, 30.000. Që besoj janë okej. Parkimin e makinës ishte 8.000 lekë nata, paguam 16.000 domethënë për 2 net. Mori Emreja cigare, edhe vajti me një 5.000 lekësh, me idenë që do ishte cigare sa në Tiranë 3.000 kusur. 6.000 lekë cigarja, paketa. Shumë. Mu shastis Emreja, mu shastis edhe unë. Këto ishin çmime domethënë. Tani do vëmë ndajmë ndonjë gjë të vogël që mos të rëndohemi shumë, se po vjen darka. Kemi marrë edhe fara me vete, edhe do am edhe fara, edhe thjesht do rim kështu përdallë, derisa të vijë orari i gjumit, do karikojmë edhe telefonat. Edhe nesër mëngjes do nisemi për Tiranë. Ja, eksperiencë e lezetshme, të them të drejtën. Do vija prap. Përpara se të, domethënë, dje në darkë thoja që nuk do vi prap, që është kjo rrugë kështu, jo ande po këtej. Tani mendoj që do vija prap. Thjesht do përgatitesha pak më mirë. Duke qenë se ishte 25 minuta rruga, se më se sa i bëm dje se pam sa ishte ora. Nuk mora shumë gjëra me vete që të mos kishim shumë ngarkesë në kuriz. Po për shembull kam marruar të marr peshqira për, domethënë kam marrë vetëm peshqira për plazhin, nuk mora peshqira për fshirje trupi edhe fytyre. Kam haruar të marr ndonjë gjë me mëngë të gjata. Do ishte mirë të merja, yri më shkojmë brenda. Do ishte mirë të merja ndonjë... E po, mua më gjen qarqaf ose klëf timet. Sot në dark nuk e di se si do flen, se shumë ftohtë do t'ju kërkoj atyre ndonjë qarqaf tjetër, mundësisht. Edhe power bank, që e harrova edhe këtë. Anyway, do mbledh forcat edhe do iki të bëj edhe unë ndonjë dush. Srihet kështu. A few moments later. Well, kemi një ndryshim planesh. Duke qenë se po prisim që të vinte radha të laj Emreja, edhe ne po rinim kohë, domethënë ngrëm darkën. Ja futa unë, ikim fare që sot. Sa Emreja ikim, tha. Edhe për mua më mirë bet, as të nesër mëngjes ngrihem i rahat në shtëpinë tonë. U bëm gati shpejt e shpejt. Shkuam folëm me ata të kampit. I tham që na duhet ikim. Është urgjente. Edhe na kthyen lekët e një nate. Tani po nisemi. U lodhëm që po nisëm mirë, imagjinoni pak. Të tregoj pak dhe pamin që duke që këtej. Kështu që nga perg. Edhe ujë shumë i pastër. Ngjyra shumë e bukur. Nice. Thjesht tani duhet të nxitojmë që mos na kap vlerësira prap. Se nuk do të kaloj ato të meni që kalova dje. One eternity later. Dhe që thoni ju, është ora 1:10 dhe ne kemi arritur në shtëpi në orën 12 fix. Si që thash, unë nisëm sepse donim që të flinim rehat në shtëpinë tonë, të ishim rehat. Edhe mos të zgjoheshim nesër me kështu me të shpejt, mos të niseshim me të shpejt, na kapte trafiku e këte pande. Mbaruam se ngremi darkën edhe tash unë Emres ja futim fare ikim që sot. Edhe Emreja që me sa duket pas kërkëshën gati, ikim tha. Dhe unë mendova se mos e tha nga që kuptoj që unë s'është se po më pëlqente edhe aq shumë, s'po ndihesha rehate kështu me radhë. Edhe pastaj kur më tha mua në fakt mirë do ishte edhe për mua tha të niseshim që sot. Që nesër pastaj ta kemi ditën para dhe të jemi rehat, të zëjmë në shtëpinë tonë. Plus i Emreja shkoi të mante radhën për të bërë dush 3 herë, dhe të 3 herët u kthye mbrapsht pa bërë dush sepse mbaronte uji, tha. Vajtë morëm lekët mbrapsht, se që thash, të kampit,
Pastaj gjë interesante na ndodhi kur shkom të merrim lekët e makinës. Duke qenë se makinën e parkuam sipër fare në rrugë, te një parkim privat, edhe i paguam lekët për 2 net që dje. Që të premte, domethënë. Ishte 8.000 lekë nata, paguam 16.000 lekë. Dhe pastaj shkuam që të merrim makinën edhe i thashun atyre që kështu erdhëm dje në darkë tash, rreth orës 10:30. Po na doli një punë, i thash edhe po kthehemi në Tiranë. Kemi paguar për 2 net, i thashun. Si e ka targën makina? I thash targën e makinës ose çupës që ishte atje. Dje në darkë ishte një djalë që na mori lekët. Edhe kur e hapi fletoren, hapi bllokun që të shikonte targën edhe netët edhe lekët që ishin paguar, aty ai djali që kishte marrë pagesën kishte shkruar vetëm një natë. That's suspicious. That's suspicious. That's weird. Dhe nuk më erdhi mirë, ajo çupa u prej në fytyrë. Mund të ketë menduar që ne kemi gënyer. Pastaj thiri atë djalin. Kur i tha atij djalit që shiko se këta po kërkojnë lekët se do ikin, kanë ardhur dje, bla bla bla, i tha pse është shkruar një ditë këtu, i tha atij djalit. Ai u bë, filloi po dridhej. Jo po e kam shkruar tu gabim, kam haruar, jo kështu, po ashtu, tani neve nuk është se shkruan në një orar shumë të vonë të natës, që të ishte shumë i lodhur ai. Po nuk e di. Mendja ime shkon direkt që ai 8.000 lekë tjetër e futi në xhep edhe super. E nejse, nuk bën shumë mafe, thjesht na pyeti, na tha i keni paguar në lekë apo në euro, i thash i paguam në lekë, na i ktheu mbrapsht, ikëm, pa bërë shumë mafe. Po ajo çupa e pash që u vrejnë në fytyrë, edhe po e shikonte kështu si me dyshim atë djalin. Me të drejtë për mendimin tim. Ne unë që bëra sa i dha në shtëpi deri tani, përveç dushit që e vutre, futa lavatrice me rroba të palave që kishim mandej, nxora të gjitha gjërat nga çantat i futa nëpër dollap. Bëra edhe dush, ndrova edhe çarçafët, edhe tani do dhaj flokët, edhe do bëj një gjumë për kokë të gjumit, do zgjerrem nesër kur të ndoj kokë e qefit. Si eksperiencë ishte eksperiencë e bukur, si që thash, do vija në qoftë se do isha pak më përgatitur. Tani që e bëra njëre di shumë mirë, domethënë se çfarë më duhet për herën tjetër. Edhe mendoj që nuk do mund të rija më shumë se 2 net. Nuk e di në qoftë se do e bëja ndonjëherë jetën e atyre që rinë në kamp me 1 javë apo 2 javë. Kaq ishte videoja për sot. Tani më duhet ta mbyll që të thaj flokët shpejt edhe të shtrihen të çlodhen të flet. Mos harroni të bëni subscribe, like, share, comment. Të më ndiqni në Instagram dhe bashkë të shihemi në videon e radhës. Shpresoj që t'ju ketë pëlqyer videoja. Ju po dhe ju përshëndet të gjithëve. Bye!